gjibëni si jeni si më gdhitë, neve që thoni, u zjuam sot si eshtu në që është kjo menat. Ora 11. Nejse. Ku do vemi? Do vemi në Kardic, tek mami, po atje ku jeton mami, është 3 orë larg nga Florina, do vemi për të shtunë të dielë, edhe u vesha dhe unë, vesha formën, gjithë jam rehatë, do vesh këto atletet, edhe një gjbox, këto. Mora edhe për nesër që të ndërojmë, se do dalim të në një kafe me kushërirë, po. Dalë se pasaj i lithë, edhe do vesh edhe këtë për mbi këtë gjboxës, sa do arvecashtë me ngrohtë se Florina. Edhe jam gati, do lithë edhe atletet. Ciao! Hajdeni me neve, se do të tregoj edhe rrugën. Po më gati, po ikim. Dale. Okej, ne, pijene. Do ndaloj tani të marrim ndonjë gjë të hamë, te furrë e bukës. Mora kulurja, 3 kulurja, edhe 2 mora, një me djath dhe një me kaseri, si quhet. Edhe tani do ndalojmë për të marrë kafe. E po me Anastasia kafe. Ndalojmë të vëmë të blejmë edhe kafe. Do vi dhe vëllaj se do që ta zjedhi vetë kafen, sikur. Që ke? Περίμενε. Όχι, γιατί θα πληρώσω εγώ. Όχι. I morëm edhe kafetë, unë pi cappuccino, edhe këta të tjerë, jo frappe, jo nesku du se çpinë. Rapo, erdhëm qik në fshatë, tek Vjera, t'i lëm ja 2 gjëra. Ku është qenushi. Kjo është shtëpia e vëllait të burrit, edhe ka një qenush të mirë. Ja. Edhe të takojmë edhe pak Vjerën, se unë kam kohë pa ardhur, me qenë se punoj edhe sa do fshati 15 minuta është nga Florina, nga qyteti ku jetoj, por sa do kur punon nuk e kohë. Edhe erdhëm t'i bjem ja 2 gjëra, edhe vazhdojmë rrugën. Lame edhe gjërat e Vjera dhe vazhdojmë udhëtimin. Kujne? Pak që u nisëm, koha sot është behar, bënë shumë nxehtë dhe unë harava të marrë dhe syzet e diellit. Kalafa pa që afto si që themi, mirë do vete kjo, nejse unë s'mu në pare pa syzet e diellit, por që bëjmë tani, shpresoj të këtë mami ndoj palë, që të më shkojnë. Vazhdojmë rrugën me udhëtimin, në faktë me këtë kohën behar sot. Tani kthehemi për Grevena, që tregonte tabela, edhe vazhdojmë. Që është kjo? Ergostasja, si kjo të fabrik është, Teknobeton, që bënë mos atje? Fabrika Teknobeton, i kujdes që do thush. Nejse, se vëllai është me nerve se i mbyllë muzikën çdo herë që bëj video, që në gjërë të muzika, edhe është me nerva, majmuni. Edhe më në fund të gjeta syzet e vëllait. Ç'të bëja, nuk durohet ky dielli. Harova ti marr të mijat. Andaj, harova të thoshja që në Kardicë shkojmë, se po shkojnë te vëllai. Edhe s'do ai të dalim. Në Kardicë shkojmë po që të shpiem vëllain. Po, se ka një dy punë në Kardicë dhe duhet ikte pa përndryshe, do rrite më shumë tek neve. Kështu. Arritëm tek si quhen në shqiptani Dhiodhja? Nejse, te Dhiodhjet e para. Ona na Dhiodhje të pironemi se Kardica. Vetëm një paguajmë, nuk ka të tjera deri në Kardicë. Okej, sikur është dimër. Sikur është dimër. Sikur po blevi ti apo dimër është. Kaloj. Bravo. Ki kalove. Shikoni, këtë i tregoni edhe për Korç, Korica, mund të veni, është rruga që mund të veni këtë, apo do pamja Korica? Ne. Po kemi vajtur nga 2-3 herë në Korç, që është e vërteta dhe doja të vija prapë, por s'mu dha mundësia, më pëlqen shumë Korça. Filluan edhe tunelet, nuk më pëlqejnë fare, që është e vërteta, ma jepin në nerva, po nejse tani. Që të bëjmë i ka këto rruga.
Ja, ky është I vogël po, të shikoni më tutje se ç'benit. Ka tunele shumë të gjatë. Zviset apo ta fikni tritat thot. Tani filluan kthesat, kemi ndo 20 minuta tani apo gjysmë ore do kemi kthesa përpara derisa të dalim në Kalabaka. Po e keq ashtu na doli dhe autobusi përpara dhe hajde ta kalojmë tani për kthesa. Nëse besoj do ta gjejë burri mundësinë dhe do ta kaloj. Shikoni sa bukur ngjyrat e pemëve. Tani do filloj të më zërdhe makina dhe do kalojmë shumë bukur. Nuk do të rejtë do të video, jo për gjë tjetër. E kaluam autobusin, edhe na doli një makinë e vogël tani përpara. E ç'na gjeti me këtë kthesat sot. Edhe shiko se si janë. Apo do më si quhen. Do ta kalojmë me këtu ku do vejë. Tani jam mirë. Në fakt duhet ta kisha marrur ta ngjisja unë makinën, por nuk e ngajta me qenë se duhet të tërheqë video, të marr videon. Më mina ç'po më bën. E kaluam kamionin e masë, tani do kalojmë në këtë makinën që kemi përpara. Kjo makina është me targa shqiptare, mi nuk e afër të më afër, se nuk lejohet, janë të dhëna personale, por po janë shqiptar këta para neve. Na mbushim me tym ky kamioni këtu, por e kaluam. Shikoni sa bukur këtu. Ky vend këtu më pëlqen gjithmonë që kalojmë se kanë këto pemët kaq të bukura. Edhe vazhdojmë. Shikoni dhe këtu sa bukur që është. E kemi vënë edhe këngë shqipe po dëgjojmë. Kemi në fund në Kalabaka. Po mbarojnë edhe bravo të këtë mami. Po mbarojnë edhe kthesat se harova fjalën në shqip. Edhe ma kujtoj djali. Arritëm në Kalabaka njerëz. Ky është qyteti I Kalabakës, po vë tregoj pak se kalojmë nga brenda. Edhe këtu janë këta semaforët që ndalojmë gjithnjë. Tani shqyr janë jeshil, nuk do rrimë shumë, nuk do presim. Dale t'u tregoj edhe këta. Ja. Sa bukur që duken. Edhe arritëm në Kalabaka si që thashë, po tani këtu ndaluam pak se donte mami t'i blenim ca gjëra nga supermarketi. Edhe me që djetëm Lidli përpara, do 2-3 gjëra ajo. Hajde thashë të ndalojmë këtu me që jemi në rrugë, se duhet të ndalojmë edhe në Trikalla, pastaj kemi 1-2 punë edhe në Trikalla. Edhe vazhdojmë për Kardicë. Erdhëm në supermarket, gjeta dhe unë 2 banane. Ti marrë për në Florina. Kemi ngrënë tani nuk na hajen këto, se do na ketë gatuar mami në shtëpi, që kështu nuk do marrë. Këto më pëlqejnë shumë donuts. Nëjse, le të vazhdojmë tutje. Lem edhe 2 gjëra me numër, se nuk dënde shumë gjëra mami. Edhe vazhdojmë. Për pak arritim në Trikalla. Edhe si që thashtë do ndalojmë pak edhe atje, se kemi pak punë. Edhe pak në Jumbo. Se po s'naluam në Jumbo nuk bëhet, çdo herë sa vimë. Edhe mami donte prap 1-2 gjëra. Edhe ja të shkem se ç'do blejmë. Gjoja vim për 1-2 gjëra dhe blejmë 500. E bukur kjo. Ja të shikojmë se ç'do blejmë. Hajde të gjejmë këtu tani. Këtë pepa të hurunaki për fëmijët e kushërirës. Edhe këtë makinat. Kjo në fakt këndon. Ndale një sekundë. Ku talë që tua tregoj pak. I çon dorën. Edhe I ullë dorën edhe ndalon. Të zjerin edhe për karnavale. Edhe ja dhe këteja. Thua të vishem në punë? Po mund të vishem në punë, ja, sa man për mua. Futesh këtu brenda të pishet mënja për 2 gjëra vjene dhe përfundon të marrësh gjithë Jumbo nëjse, të neve nëzitoni, nuk blem edhe shumë gjëra. Edhe, se po na vjen dhe Shën Valentini. U të ka qenë more. Καλό θα ήταν ένα μπαλονάκι να μου το έπαιρνες.
Ευχαριστώ. Κατεβάσε του το χέρι. Γιατί τραγουδάει άμα της έχεις το χέρι πάνω. Δεν γέρα την μπλέμα. Εδώ βάζω ένα σούπερ μάρκετ χέτο. Εδώ σηκώνει και την μπλέμα. Fund haritëm në Kardicë. Ky qytet është mbushur me apartamente dhe nuk e di se ç'bëhet, por çdo vit edhe nga një apartament I ri ndërtohet, nuk e di se ç'bëhet. Këtë që po shkoj në këtë qytet nuk e shkoj në asnjë qytet tjetër të Greqisë. Nuk e di pse kaq shumë po ndërtojnë. Arritëm në shtëpi. Edhe sa po erdhëm në shtëpi. Ik më randi, se më erdhë në shtëpi. I ka mami brenda lulet, se të mos ashtu, se mos prishë nga dimi. Edhe arritëm edhe në shtëpi. Dale. Ja dhe pamja. Nga shtëpia. Edhe mami që ka bërë tarator në mes të dimrit. Ja. Edhe pulës.